S'kisha mujt për shembull kur nuk më do prindë ose nonën ose babën. Me një fjalë nuk më don as mu, se unë piq aty në dy prindve jo marr. Kur s'mi don që ta dy, s'mund më ndoshta as mu bashkë ashtu. Shumë ndroni vena të bënu ju gra ma mirë ato le të bëhen burra, se shqiptarët s'kan pas ashtu kur as nuk do të më kanë. Prind nuk bëhen të kërkush, 10 gra merri, babë non nuk bëhen të kërkush. Mirë. Nga puna vini? Jetojmë jashtë vendit, po Jashtë vend. Cili vend jetoni? Gjermani. Gjermani. Ka pas sot shumë gjermanistë në pej. Më duket pushime jeni i ardhur shumica. Po, është pak ti pushimit. Ka li pushimit e du knash Kosovë? Mirë, po, gjithë. Kone keni Kosovë të? Kem babën, motrën, gjyshen, familjar tjerë. A më duket sa ju mungojnë familjarët? Tepër na mungojnë. Për atë arsye edhe vim, si të kem mundësi edhe vim, i vizitojmë pak. Që sa ko keni dalë jashtë? Kem 10 vite. Ati jeni familjari? Po, grunë e fëmini kom atje. Vllavin, kem babë, familjarët atje. Ati ka bëllit arë gruja atje, aki po? Të shumica dalë jashtë pak e që kuptime? Jo, gruja ka jetu atje, është domethënë është lind atje, të njëm shkone. Domethënë ajo s'ka marrë? Po. Ati ka përma na herë kështu? Jo, domethënë drejtën jo, dhe i sot jo, Tojmë një jetë pa interese, pa që ajo ma mira. Se shumica disa të thonë që letat kur ja bën një famën, ja përmend. Edhe shojnë si interes në ashtë. Si e shek këto, në përgjithësi? Qashtu ka raste, po jo, dhe i tash, faleminderit Zotit, na kem një jetë pa interese, pa ato dhe jetojmë mirë. S'ka ndodhe i sot. A një njëftu kështu mësit? Jo, i na njëftu vetë, edhe kajti kem kry vetë, dhe i sot ku jem vetë. A më të rëmë sa i kushton ko bashortës? Munona, qatë kohë që e kam, munona për bashkëshortë dhe për fëmi, normal. Se shumica punon e dini e keni pak jetën pak ma ndryshe atje? Qashtu është pak jetë e stresume, jetë e organizume, s'ki shumë kohë, po që ato që e kemë munohë me shfrytzu me familje. A më të rëmë sa ki pas vështirë që të jetën atje shit me këtushit me bo një ndryshim ti? Thonë drejt nuk e kem pas fort vështirë se qysh qatë jetë paka shumë e kena bo dhe këtu, kena punu dhe këtu dhe atje i na shku në qatë drejtim, qatë rëthona, familjar atje, familjar këtu dhe s'mu ka do ke vështirë, qysh e presin do se qysh është konë për do, që kom dëgjo. Qatë ka mësu rruga e gurbetit? Ka shumë sene, thonë drejten. Ki pastërti, ki edukat pak ma nëryshe, ki do rëthona, dashnin është pak për vend tonë, pak ma të madhe, ato jënë do sene. Shësha. E thë nga puna në herë, me lodë në sy me malë për familjen? Valaj, thonë drejten shpesh, se që ashtu. Ka ndodhë rast edhe këtu si kena huvë do familjare, shësha dhe të një normal. Qka të tanë për gurbet, familja kur shkove? Tani për si gjallë? Qërë, normal. Si kur çdo prind, shumë zëra ato, numër një mës në harrëm, mës në kthe shpinën, çdo sane janë edhe ju munum qashtu me vazhdu mës me dalë kur pej vetës dhe mës me ndryshu. Për atë arsye dhe si të kem pak kohë, morim rrugën e vim ka i vizitojmë dhe kaloj mirë. Amanetin mja qëtë në skaj që tojmë? Qashtu është, me qunë vend si thoi. Se është vështirë prindit mi dalë gjithë ato që ka bojnë? Normal. Qashtu është. E për ato fëmi që i kanë lënë, asë kanë shku gurbete, i kanë lënë prind. Qa me dini ki? Ajo një sen shumë është i tëpt, shumë i ullët. Se përvov Zoti kërkan është bënjet i krejt Gjermania le të bënë të jotja për shembull, se krejt bota nuk s'ka vlefë sa prindi. Një sen ashtu inshallah se përvov Zoti kërkan me lënë, babën as nonën as kërkan se është një sen si qëta 2 persona, ta shumë vetë jom prind, qëta 2 persona sakrifikojnë jetën tonë, jetën e vetë, për një jetë më të mirë, për prind, për fëmi, e ti po që është si për tu për i lenë prind, është shumë sa një ronë. Ose për një x personi, për një bashkëshori që ndoshta që s'ka dëshirë prind mja po? Edhe ajo shumë sa një dëpt, s'kësha mujt për shumë, kur nuk më do prindë, ose nonën, ose babën, me një fjallë nuk më do në asmu, se unë piq aty në 2 prindve jo marrë, kur s'mi donë që ta 2, s'mund më ndoshta asmu bashkë qashtu. Shumë në shtanë.
Pojte, burra nëse ndikojnë prej grave. Që thojmë na i marrin Po që, edhe gruaja që është e gjonë. E gjonë si është burri i ftofë i familjes, pi prind ato, të një lajo, pak në ashtë ndikon edhe të një normal. Shkojnë të sane, mojnë qatë kohje, po nuk e di, s'di qa më thonë ma shumë për në drejtim. Që i thamë të burra, që pak si të lik janë. Pa i vallaj burra u kur gjonë. Mi thonë, ndroni venat, bënu ju gra ma mirë ato le të bënë burra, se shqiptarë se kanë pas ashtu kur as nuk du të më konë. Ju shqiptarë pas as një, prind nuk bënë të kërkush, 10 gra meri, babë e non, nuk bënë të kërkush. Po ta shumë kënaqësimin e djalosh, kaq të mirë, sinqert me se do. Tore pushimet kanë shme ty. Faleminderit shumë, ju përshëndes edhe unë juve.